sot në Kosovë, si gjithmonë, zgjedhjet trajtohen dhe janë fest. Ditë e mirë, mëngjes e mirë, le të shpresojmë se do të jetë dhe një proces i mbarë i mirë, siç ka ditur gjithherë populli i Kosovës të sillet në procese zgjedhore. Pra, sot është dita kur vendimarrja kthehet qytetarit sovranit, siç duhet të jetë gjithherë, dhe kështu vendoset fati i qyteteve tona, komunave tona për 4 vite të ardhshme. Jam i lumtur për nivelin demokratik që si shoqëri e tregojmë gjithherë në procese zgjedhore. Disa çështje shpeshherë po i marrim si të mirëqena, por më besoni se në standardet e Ballkanit Perëndimor, besallet e Evropës, mënyra se si organizojmë zgjedhjet, si dalim në mënyrë festive, si i pranojmë rezultatet, e si e trajtojmë procesin zgjedhor është mrekulli e veçantë demokratike, me cilën populli i Kosovës duhet të krenohet dhe për cilën e uroj. Duam veçanërisht sot t'ju uroj të gjithë komisionerët, vëzhguesit, prokurorin, policinë e Kosovës që kujdesen që ky proces të jetë i mbarë dhe i mirë. Tani besoj që menjëherë nga dita nesërme do të kthejmë fokusin tek zgjedhjet nacionale. Pritet tashmë janë se në fund të dhjetorit do të kemi festën e ardhshme zgjedhore dhe vendimarrjen demokratike në Republikën e Kosovës.